Proces, si fakt, ka ndodhur gara që është zgjedhur një kryetar i ri i Partisë Demokratike? Okej, le ta quajmë garda ato. Kam vështirësinë time tani, se po dot, po dakord, po flas. Ti ke konflikt interesi, ke vështirësia jote. Se kam qenë aty edhe. Nëse do me Po kur të vi dita mbas e shkruaj një libër dhe unë. Po flas për procesin. Po. Partia Demokratike ka zgjedhur kryetar vetë në 2013-ën, Partia Socialiste ka qenë 2005-ën. Pastaj në 2021 ndodhi ajo që ndodhi. Filloi një lëvizje politike e pa precedent jo në Shqipëri, po edhe në Ballkan, ndoshta edhe më gjerë. Po dhe ju kështu i thonit Bashës atëherë që lër garën, hap garën, pra ky ka qenë debati dhe aso kohë, ha? Nuk e ka hapa derisa doli Sali Berisha që e shiu garën, se nuk asaj nuk e hapi. Pikërisht. Por ka pas edhe kohën e Bashës ka pas garë. Ka pas në 2021, ka pas në 2017 për kryetar dhe ka pas personalitetet Partisë Demokratike që kanë garuar dhe kanë qenë. Kanë kontestuar edhe në gjykat ata, siç është Edith Harxhi, flasim për garën. Por ata që kanë qenë garë me Lulzim Bashën kanë qenë serioz, sepse kanë qenë antar kryesia, kanë qenë nën kryetar, kanë qenë domethënë, kanë qenë personalitetet politike, nuk kanë qenë njerëz që kanë ardhur nga rruga dhe hajde të fusim një aplikim aty. Pra, nëse flitet për edhe luftë të brendshme politike. Nëse flitet për dinamizëm brenda një partie politike, nëse flitet për lëvizje kryetarash brenda një partie politike, nëse flitet për garë një parti politike, Partia Demokratike është simbol i kësaj, saqë është kthyer edhe në dobësi sepse është një shqyrë dyert e demokracisë së brendshme. Unë po të pyesësh mua. Po, çfarë do bëni ju? Çfarë do bëja unë? Unë nuk do bëja këtë që bën Sali Berisha. Se nuk mund ta bësh partinë han pa porta që çohet kujti te jetë. Ka një hierarki zojt. Politika është karrierë. Kush do më fut në politik, futet në karrierë. Dhe karriera fillon nga zero e shkon deri ke maja. Nëse don të garosh, nëse don të garosh për kryetar seksioni, do të jesh antar i partisë. Nëse don të garosh për kryetar grup seksioni, do të jesh tek seksioni. Nëse don të garosh për kryetar degë, do të jesh tek grup seksioni. Nëse do të garosh në kryesi, do të jesh në këshill kombëtar. Nëse do të garosh për kryetar, ka një hierarki kjo. Asnjëri si plotson, nuk ka lidhje ata. Tani ka bërë karrierën e vet. Evi Kokalari, ju e bët pa qenë antar e partie, bët antar e komisionit rrethmelim. Çfarë do thotë antar e komisionit rrethmelim? Po e futën parti vetë, pra pa qenë antare në një farë mënyrë. Po mirë, nuk ç'a problemi ka kjo? Sani Zojnë ka qenë tek partia e Lulzim Bashës, që ishte gjithë Partia Demokratike. Po doja ishte e njëjta, po. E ndërmori një lëvizje Sali Berisha, kundër Salianit, edhe një 100 Salianë të tjerë do të përfshirë edhe Lulzim Bashën. Edhe i mundi. Ai mundi. Po. I mundi. Pastaj mori prapë. Dhe kë mori prapë. Po edhe Saliani nga Zbardhin, gjithë ata që ishin. Mori apo erdhën se? Ajo partia. Interesante si folje. Varet çfarë folje për dorë Nuk ja hape derën vetë, nuk të vjen, nuk të hyn njëri ashtu. I takes two to tango, nuk është vetëm njëri. Jo. Ata i erdhën edhe kanë ardhur val dallk sepse duke u rrit pesha politike, edhe duke ardhur dhe erdhën edhe gjetën vendin aty. Pra, për garë, për përpjekje, për luftë politike, për njëri tjetër, vetëm Partinë Demokratike se nuk mund ta shoh. A ke vrejtje për persona, për personalitete, për njëri për tjetër? Sa dush. A ka mollon vrejtje që e brenda për brenda? Sa dush. A është Partia Demokratike në sy që e shikoj unë? Nuk është. Po Partia Demokratike thash edhe ka 70.000 sy, nuk janë vetëm të tutë. Po themi interpretimet tona. Kështu që të thush që Partia Demokratike se e nisa ke hapja jote. Thush që Partia Demokratike u hap për të mbyll, vetëm me mbyllur Partia Demokratike s'ka qenë ndonjëherë. S'është atje. Edhe po shkoj Berisha i vetëm në garë s'quhet. Për mua do shkoj vetëm garë. Nuk ka pse do të bëj pirueta kot. Nëse se një sekond. Për këtë kategori, këtë peshë, nuk kam vetëm të këta. Garë, unë i them, kur në kryetarët, sekretarit përgjithshëm dhe ato peshat që janë Partitë Demokratike, pavarësisht vlerësimit që mund të kemi ndaj ta, por funksionet e tyre. A del njëri nga ata të rivalizoj Sali Berishën aty? Po kur nuk del në kryetare, si do dalin njerëz anonim për ta rivalizuar? Po ç'të keq e ka? Ajo quhet garë hapur, të garoj kush të doj. Edhe me 0 vota po dalin. Jo, nuk është të garoj kush të doj. Thash edhe njëherë, Partia Demokratike ka 70.000 veta. 70.000 veta që ngrihen për të garu. Si garohet me 70.000 veta për një post? Kjo kthehet në kakofoni. Ka kritere pastaj. Sigurisht ka kritere. Nuk është çështje, se ti mund të kesh 5.000 veta që i plotësojnë kriteret, Ela.
kthehet në kakofoni, edhe kjo që ka ndodhur këtu, kjo është kakofoni. Unë nuk mund ta thash edhe një herë. Unë nuk mund t'i them kakofoni, politikisht flas gjithmonë. Leri për figurat. Nuk mund t'i them kakofoni një antari kryesie, në kryetarëve, sekretarit përgjithshëm, asaj hierarkia, apo edhe personalitetet publike, që nuk janë antar të Partisë Demokratike, por që nuk janë ke strukturë të partijës. Një personalitet publik. E kuptoj, që është antar partije, po s'është pjesë e strukturave. Nuk mund t'i them kakofoni. Ja marr për shembull kot. Arben Imami nuk është ke strukturat drejtuese. Po është antar partije. Po, është antar partije. Nuk mund të them kakofoni nëse Arben Imami çohet edhe don të garojë. A futet Arben Imami në një garë që e di që do e humbë? Lere a futet as futet, sepse atë Arben Imami nuk futet. Dhe ta futen. Po dëgjoj, luhet edhe për gjëra të vogla ndonjëherë në për gjëra të vogla. Po, patjetër. Për dalë televizor këto. Kjo është çështje televizor. Për dalë televizor kjo do të mirë pastaj. Pra nëse këtu po futen me ngar, thjesht me gara burgallat. Në garë futesh vetëm për cituar domosdoshmërisht. Kjo domosdoshmërisht tregon funksionon pas funksionon demokracia apo do. Pastaj motivet jashtë Partisë Demokratike, motivet e gjithë secilit, jo këtyre, po kam parimisht. Motivet individuale dojmë shku me rregullu muhabetin me gratë e tyre, shkojnë të rregullojnë, po jo duke garuar për kryetar Partisë Demokratike, se kthehet kakofoni kjo çështje.